Shikos të ndërum për shëndetje, jeni me emisionin tonë, si gjithëherë vlerat e folklorit në televizionin DTV Media. Kësaj radhe kemi rapsëd, paka shumë një trejvës, por të një fshatit dëz, edhe të Brajinës, po edhe të Prishtinës. Para se të filloj bisedën dhe mirë se ardhen, do të thëmë se i fuqishëm nuk është ai që e bën gurin një guri tron, po i fuqishëm është ai që e mban fjalën e dhonë. Dhe folklori gjithherë ka dhonë fjalën me historitë vetën, gjithherë që e ka mojt fjalën, e ka mojt pastër historinë e kombit, edhe bashkë me këngëtarët kanë notue në kona të ndryshme, në studia të ndryshme dhe sot është me faqe të bardhë folklori gjithherë. Mirë se erdhë Shahira. Mirë se gjetëm. Gjemal Berisha. Saleh Koliqi. Bebe Islami. Halili. Naim Krasniqi. Mirë se keni ardhë. Mirë se gjetëm. Faleminderit për nerën dhe respektin edhe neve, edhe shikuesve që do t'ja bëni me programin tonë, edhe me punën t'juj, edhe me kongë cilat i keni pregadit. Po spari, po fillojmë pak bised, shati dëz, jo dë. Apo e përcilën këtë emision, po më do këtë apo? Po, e përcilën. Në me. Po. Na i pranojmë edhe vrejtë. Me këshirat edhe vrejtët i pranojna. Në herë s'kem, kalëzojmë asanina. Apo, dhe ishtë sa s'kem vrejtë. Hane, bo fsherë. Shati dëz, jo dë. Edhe si bashkëpunëtor të hershëm, ju dë. Edhe me profën, me profesion Robaçeps. Robaçeps. Dhe be? Unë jam agjustratar. Agjustratar. Halil? Profesor i gjuhës dhe letërsisht Shqipe. Shqipe. Mendoj dy fjalë të veprimtarëve të intelektualëve të hershëm na i thonën këtë emision për shikuesit tonë. Gjuha Shqipe është e pasën. Fillimi ju i kongës edhe bashkëpunimin mes ju, mes vetit, ju dë. Hajde Saleh, kalëzën. Po. Me dhe bin, i më rritë bashkë, për fëminije. Po, kur janë njëse ti? Ja kemi njës vjetëve 70-ta. Po, a? Ka u frëmzove me qiftinije? Për ata që ta të kalëzaj, mas pori, që më nahin në gjakje punë, ishin katon hanë kokë nga atorë, jenë kongë këta Mateqoni. Mateqoni e në kongë. Ka vëllë që jenë kongë dhe ashëm Brezhica ku me ta ashim. Edhe shkume i në gumë. Jenë kongë Ledin, jashtë, që ka la blakë, se nuk e në zikë, jenë kongë jashtë. E kemi në gumë. I në gumë aty edhe ka vim për shpjim, vëgjim thëmë për bibre. Pra dhe na, abo me njësë me kënu dhe na. A ka pak veç këna, ishi ka pak? Veç ka pak. Këshë marak, Në për orak në ishë. Po, orak, do shë me gjohë me. Edhe, në hajinin në gjake e punë, i bom dhe vegla, nisëm kongës. Mas për hedhë por, i mi shku ndarësëm Gërdasë. Në Gërdasë? Po, për hedhë por që mi janisë kongës, e që kemi shku të shpia, po për me dollë, jashtë. Publik që të përvejt dash me dollë. Gërdasë e kem ngatë. Këj shime të ashtë. Edhe se kemi ndërprej më korë. Tash, tesat në alonë që tu... Vebe? Una. Ko ju ko kitë që se i rrugët të dëtë dëshmitarë të këse i rrugët dhe i këto ku këni ardhë. Jo sëtë, po të kongë se kom fjallën. Hajde kalëzana dhe ti pra, kur ja fillut me bashkëpunue me Salihin, a thejshi, a kishi frikë me dalë darsëma, se o duhet me ditë kongë begi shumë atëherë, për me kry një darsëm. Po të regaj. Hajde. Unë pëse e maj menë, baba jam ka kënu, për para me Qëtërli. Ku shokon baba e të? Qazim Islami. Qazim Islami. Po mirë, pa atërë s'ka pasin qëzime e kësa. Qashtë? Ka kënu në për darsë, vetën me Qëtërli, ka kënu në atë tretin vëzen në altë. Edhe unë e ndëgjësha si fëmi, kom dëgju kongët e tina, po një kongë se e ndëgjësha, e mësejsha shumë shpejt atë kongë. Atë rokon i ri? Po, edhe ja fillova unë
nara, si kur tjerë me gjohë, me knajsha, e kom pas edhe një migje dhe i ka knu me babën, edhe po më marë, po migja, po më thëtë, hajde më ulli më knu, thëmë jas, para njerëzve aty së moj më knu, kur qysh, hajde, edhe më shtenën me zarë. Po, e tash do kong i kisha mësu në pej bobe dhe tash, ale do i moj men, do të vjetra do kong që i ka knu atër, po, do na i fillu me Salin. Kë, baba e ka posë të linë, a i migja Sharkin. Edhe ma dhatën a i Sharkin. Baba vetë ne i keme migjën tanë. Po. Kush ke migja vetë? Riza e ka posë emnin, a i u mytë në 23 vjeç, nujnë në Visad. Edhe metë. Madha i ka i mështike me zërë, dhe a i migja, madha i ke Sharkin. Kë një prem, unë me Sharki. Edhe kemi fillu, mas pari që aty në fshat, në për mahal dikush kur bëjke, hajtë që aty ka pak. Edhe të na i fillu, që të po thotë këtë darsmën e parë, jena konë në Gërdec. Këna fillu që aty të na i u kanë ardhë dhe Nazi. Nazi Gërdoci. U kanë ardhë me edhe u bom në tret bashk. E jemi shku mas një kohë, kemi marrë edhe këtë Brahimin, atë bardhecin që kënej i rajke me violin. Me violin, i rajke me Enverin. Enverin e ka pa marrë neve ato. Edhe kemi fillu na më shku në përdarsma, na mas pari me këto. Të në ty e zhenu? Të na e ty zhenu me Nazin edhe me Brahimin. Po mirë, po e kum pasu në vllavnat Nazifin, a ju konë Slovenin. Po në mirë shumë. Kur erdha i pe Sloveni, e lëshoj punën atje, na fillum të na i bashk, Nazi... E ka gjithë vetën me tjetë? Po, shkoj me Enverin, herë me ato na i kë ka, edhe kë ka pak nuë dhe kë, unë me vlla dhe me atë. Në kusheri, po mirë, po na, te ke punë përgjithësi, na si na do gati kur. Pe edhe gati jë, po s'po dohëm te në dekje. Inshallah keni shnetën pikspari. Inshallah, në gjithë juve, me gjithë shëqni e me kretë. Faleminderit shumë. Por në misionin tonë na u pas një vanuju me këtë përvoj, na u pas një vanuju. Po thëmë, na kemi fillu që atër. Po mirë, po, sikur do që janë angazhu, kanë pas angazhim veç si mas konge, une me këto i kemi pas pak ma tepër ka familja. Po, e një angazhu në profesionin tjetër. Ka familja këna pas, po edhe më në hecë në leshin, atërët shtunë me... Qërë edhe ata që kënojnë, veç që e kam profesion kongën, edhe ta angazhojnë ka familja. Po ju një konë me një profesion tjetër, këta këni pas ma hobi. Po, ishëm punë shtetit atërët. Ti agjustrator, këj roba qeps, edhe... Profën du me vetë pak, prof, ti prej Brajine. Po. Lapjan, edhe ti. Pjesa Gollokut administrativisht jemi me komunën e Podijevës. A, pjesa, kështu geografikisht jeni me Gollak. A, komunë jemi me Podijevë. Në mon, Gollaki kufizohet që aty me juve, edhe dhejt e Konqullin ato. Po. Në arsim, sa vite punove, prof? Valla në arsim, pa afrohet, po bëhet një 34 vjetë ashtu 5. Që dhe në Londë? Gjuhë dhe letërsi Shqipe. Gjuhë dhe letërsi Shqipe. Një karriere gjatë shumë, edhe një profesion shumë i shenjtë, po sa qërësht edhe dega apo drejtimi i gjuhës Shqipe. Ate e doja. Edhe ka ke punu mas shumë ti me zanat tonin, me profesionet? Me profesion të amin kam punu në vendlinjën të me Brahin, Orlan, Bervenik, Rakinic, edhe në shkollën e mesmet mjekësis, Dr. Alisa Kulli në Prishtinë. E kur e lëshove, kur e u largove për shkollës mesme në Prishtinë edhe? Për shkollës mesme u largove se si gjithë Kosovën, lufta na dogji edhe neve, edhe në njerëz, edhe materialisht, edhe deshta të këthejmë se baba u vranë lufte
sikur e dinte që do të vritej, Baba e ta. u mundova ta marrë me dhunë, se zvinte me dëshirë, sa rrita as me dhunë të një lamanet që nëse shpetoni dikush, le të temon një temë qytë, po citoj. Ka një përplesuar amanetin e tina, na u këthyjën prapë vendlindja dhe doj edhe profesionalisht. Prej Prishtinë u këthyt vendin. Po, e lëshova punën këtu në Alisokol, edhe shkova atje, thash, edhe të këtheme në vendlindje të do kontributin, të plësoja manetin e bobës, edhe të do kontributin të mësim dhënës në atë ku, kur edhe mungonin mësim dhënësit në periudën e pas luftes. Me kontribun në vendlindjen të. Vendlindjen time. Zoti shpërbleft me të mirat asoj bote. Zbashku se edhe profesioni jëtë është i shajt, folklor, krijimi i popullit, ajo që na mban gjalla dhe na identifikon si shqiptar. Na po i shpalosmi veprat edhe mundin e atyne që kanë punue. Por ata që kanë dhonë jetë për këtë vend, Zoti shpërbleft gjithmonë, edhe gjithmonë inshallah nuk i harrojna. Nuk i harrojna. Me këtë profesion, me këtë hobi tonë. Fillimisht i kam ratë Çifteli janë frymëzu pe babës dhe pe dajës, pe dajve. Emnin që shepat baba si te për me? Shazem Halili, martir është. Martera, Zoti shpërbleft. Shkoja të dajtë dhe gëzimi më i madh ishte kur daja Sali me vllahun e vet, me vebiun këndonin, unë sikur... A ti një për këtyne? Po. Djali motrës. Djali motrës? Po. Tani madhuraj daja një Çifteli, indije dajalit, vllavi Sali Golicit, pa tela. Baba kish po stili ma heret, po për momentin ju. Edhe kish a i bleti telat, u grëmbullun më rrëth jonë dhe fmite e zallarve, edhe na u duke kohë largë dhe sot ja vend telat. Kur ja vendosi telat dhe akordoj, kemi bo me njëherë, për njëherë me zohë, si ku në radije. Edhe pas i ra pak, filloj kongën, dud mori dudi. Jera dudi, po. Kurse në violin është diçka një specifik tjetër. Violin kam kalu pas e kam baru shkollën e mesme, gjimnazin, me nanën shkova të dajt. A për të dajt? Po. Ishin dërës dhe këta posa ishin ndarë. Shpia e parë ishe dajt të madhë, tek i cili na duhet shkonin fillimisht. Shpia e dytë, e një daje të ndirë me Fajl Koli që ka qenë në arsim edhe pe i gjadje në burin e tina, i kom dëgju tingujt e violinës edhe për njëherë, jo për vesh, po edhe për damar më ka shku. Vesh e kom lënë onën të doja e madhe, kom vrapu në bërë tina, thash dojë qka është kjo, tha violin. Ku ke marrë dojnë, në Zagreb, tha e kom ble. Edhe gjem, nuk e kom ditë që kisha pa dash tingullën e violinës. Apo, a? E kam të pa qartë edhe sot. Për një herë tingujt e violinës dhe për tu në për damarë të mi. Ka prek vjenjë. Sikur kur njeriu është i etur dhe pin ujë pas një jetjet madhe. Punova tani atë vetë 2 muaj djeta tren në Beograd, edhe në Beograd, punëtor fizik, po shemveror. Po se teturi, u duke me shku në fakulteton, u pranova me njëherë, se më varova gjimnazin, edhe një rrugë e plot, e kam leni violin, kujtuhet 24.000 bonka. Por fat keqësisht, mbeta pa poro duke me shku në fakultet, e kam shqit gjastinës dhimrit për 4.000 bonka, bëllë shumë pa dhim. Tane kam leti i reshtë. Edhe i ke vazhdu me këngëtar? Po, me këngëtar, tane pas një kohë, që fillova të mësuam pak, me Dajnë Sale dhe me Vebin, më kanë marrë këta, më kanë ushtru. Ani bravo, prof. Edhe, bravo, është e pandarë, me violinën, jo vetëm që bëj muzikë, ndoshta se po ta marrë emisionin, po me violinën edhe kam qajtur, kam protestuar. Jo më hy në thellësi, kur rallë kush hyn, kam fluturuar si kur na i ri për mes tingujve të saj, dhe pra kam zvinë toke. Këto janë gjona që lindin në shpirt. Pasarës e to që kënojnë, kush janë? Pasarës jemi është Naimi. Po, përshëndesme Naimi. Edhe tjetër. Që i dyti, harmonikës i bjen, është talent, po se ka në gjakë, se ka
një sen që se dënë, nuk mosh me... Talent, po. Po, talent shumë, po Cili së është? interesuam. Blerim Koriqi. Ani dhe Blerimi, Djali i tij. përshëndesmi. Për mirë shumë. Tot vëbe, Mit talent, po, kanë talent, po ai i dyti i bjen veglës, i bjen shtelis, kënon kështu shumë bukur kënon. Le kë, kur e ka një mas pare, po ha thau, kë po ta muj ka ty Po edhe jam unë. anë shëqër. mirë, po në publik s'muj me qitë. Ajo, a? Publik s'muj me qitë. Vetën kënon mrena me njetin shpe atje ka kënon se na jem analt katin tjetër. Po mirë, po djali i vllavt i Nazifit, i të njerit edhe ai kënon. Po, unë jo mundu dhëtë mi bo bashkë më kënu, po thot, jo mas babe. Si ka orë dita, se edhe ta kënojnë. Kur të vjetë dita, se kur juve. Kur ta shkru, zoti kësmetin që atë. Tregona pak për dyzin, shumë pak. Jeni një gjak, një fes, dyzi, fshati dëz, katoni. Po. Dhe bia të kalëzën, që unë e më dëz, jemi lindër, po e më kolegj. E ma mirin e ve bia rojt e vjeta? Ju për rojnë s'pojnë në detale. Dyzi janë një fes, një gjak jeni. Dyzi, na jem 3 mahallët një gjakut. 3 mahallë që jem të bungu i dyzit, mja pa që një zonin bungu i dyzit, po bungu i dyzit është edhe në hartë. Se e kishin pa vetë, një aty ka papanu në zyret venit, thë ta është bungu a letë që aty asë mënë, tha je kanë shty pak ma naltë. Që shika me dhe më bungu i dyzit? Bungu i dyzit është, nuk e din tash kur kush sa vjeti ka aj, edhe mu më ka ra rasti njerëz që kanë arë se tash po vinë edhe pe i Drenicë edhe pe i Gilani. Shkurt për qëndrovët të tema. Po thënë, a është bungu për para, a dyzi për para. Aha, atë është. Edhe tash, unë aty në qatë besed tash i thënë bungu i dyzit. Shemull, kur thënë bungu i dyzit, dhe më thonë që dyzi e maj vjetër. Bungu i dyzit. Bungu i dyzit. E më thonë dyzi i bungu të është tjetër. Po, tash sa vjetë është nuk di. Nuk di, veç është shumë është i vjetër. Edhe, une ato 3 mahallë, po thëmë që ato që jem të një gjaku, një thirëm Islami, Uka, Veliu, jem të një gjaku na. Gjaku po ketë Beresh. E tash, po, Beresh. Ëdat i maj men Ram Dyzi u konë, që ka pasë ëdën, Uka u thirë, ka pasë ëdën në dëz, e ka pasë Mehmet Dyzi, Ajeti u konë. Konë që këmë me Dyzi, kalin në për qëndër Prishtinës me Dyzi që ka pasë shkallëve të kalin në qytet, thënë Prishtinë që ka majtë kalin në qytet, i vllajti na u konë Ajeti, ma i vjetër, edhe Ajeti ka vdek, e mas Ajetit ka met Mehmeti. E tash, babgjyshi e ka pasë ëdën, unë e pejse e majmen, babgjyshi i shkon me mikër e majmen, pensioneri Trepqes. E kemi pasë ëdën u konë afer rrugë, kështu, në 2 natë, 1 natë, pa marë parasysh ëra atëherë, e ka pas, aj për e majke një ëllë, thejke ëra alla turke, se alla fronga juan. Edhe, arshin mësafir tash, në 2 natë, 1 natë, 3 natë, sa ka nërë, dhe duhet më ju këthuje buk. Nevoj linë. Po mirë, po, ëdat që i maj menune, e kanë pas Ajet Rohoni, edhe u jëp Dyzit që u konë, e këna pas në ëdat atje, ma nalë të konë vlau e babgjyshit, a i ka fillu më do në Turki, Smajl, edhe a i Smajl Berisha, po e ka marë mbi emnin Berisha, se në Berish me fesjem, edhe me gjata herë u konë, dëz, a i u konë i pëpërës. Falemderit shumë, bebe, falemderit për bised, Naimin, unë e njavë, Naimin është një harmonikist i dallum, edhe me popullore, edhe me folklor, edhe jep një kontribut me grupet ndryshme, nuk din më nalë, edhe nuk din më lodhë, unë e falenderoj shumë, Naimin, ju falenderoj edhe juve për bised, ta shalom radhen, kongëve, cilat na i keni bon jetë me kënu për publikun tonë. Në falenderojmë ty shumë për ftesën,
E jemi mirë njështë se kontribuat ka unë për këtë vepër dhe jetohën ende. Faleminderit shumë. Gjithë stafin e juaj. Faleminderit juve. Suksese. Me juve gjithëherë bashkë. Edhe me kamermonat e me ekipin. Me krejt ekipin. Faleminderit shumë. Jelaj mu zabnjak hajtu rriton qokve Zabnjak hajtu rriton qoku jelan karanta katungon baj Qoku e gurin kishe mëtunder Qoku jela bashtu kisha mëtunder Qoku vajme det Shqiptar thoni jem vet O me det aman vatanin o seljam O bignan Ferman dobi Jelaj mu zabnjak hajde nad do rije Zabnjak hajde nad do rije Jela ljupa ban hezaj muzaj Rije me Hüseyin hajde gazat Rije jela me Hüseyin hajde gazat Rije vaj me det Shqiptar thoni jem vet O me det aman vatanin o seljam O pignan ferman dobi O pojba Jela kushna e rahem njimi të maj orje Kushna e rahem njimi të maj Kori jela e min noga Hüsen Gjak Kori e min baklava Hüsen Gjak Ori jela pone mure bajrokon maj Ori e don bajrot qaja dhe shar Oni jela o Prishtina hajde leti Ljoni maj me det Shqiptar thoni jem vet O me det aman vatanin o seljam O pignan ferman dobi O pojba Jelan kreta qeri hajde po bojnë
Nuk ka mos kjeli, jeri veç kërë feta piratka, qeri jason e norin hajde drejtas, qeri etri ka u rëshadorin pëqi, nisin jalavon shqiptor të në qarti, kishen lëvin shqiptor të në hupi, ryqin vaj me shqiptar të njëmë, o me të të manë batoni në sena, o piknan e rëmanë dobi, o pëjba. Zakon puni e mare ka pas, e bez mare per me nu e ka nas. E bure bez mare per me nu e ka nas. Kushte thirë vare e pahina vor, e nasiljon mare ven aso për var. E nasiljon mare ven kun aso për var. Pasha besën e mare pasha odelet, e puri besë mare jono pe fjallet. E puri besë mare jono pe fjallet. Zakon buri e mare prape ka, e gure bes mare per me nuen kalja. E gure bes mare per me nuen kalja.
Hajde shkojmë në Shqipëri, hajde shkojmë në Shqipëri. Lujna lojnë me vllazëni, lujna lojnë me vllazëni. Hajde shkojmë në Tiranë, hajde shkojmë në Tiranë. Atje kemë bobenon, atje kemë bobenon. Hajde shkojmë në Elbasan, hajde shkojmë në Elbasan. Atje kemë vllon e mall, atje kemë vllon e mall. Hajde shkojmë deri në Shkodër, hajde shkojmë deri në Shkodër. Atje kemë vllon e moter, atje kemë vllon e moter. Hajde vlla, lojno me lue. Gjyshna tonë që shona kanë mësue, gjyshna tonë që na kanë mësue. Gjyshna
tonë që shona kanë mësue, e pushen dorat dhe në merue. Gjyshna tonë që shona kanë mësue, e pushen dorat dhe në merue. Hajde Allah, dilëm ketan, hajde Allah, dilëm ketan. Ska kufi ne qenan dan, ska kufi qenan dan.